Në njërën nga dhomat plot ngjyra lojra të shoqatës Sindrom Down Kosova, po ndodh një magji e heshtur. Ky fëmijë me sindrom Down është i përqendruar tek loja e tij, që për të tjerët mund të duket një argëtim i thjeshtë, por për të është rruga drejt një bote më të kuptueshme. Me kujdes po largon figurat nga fytyra e mësuesit, e kjo quhet ergoterapi, ndihmë që mëson trupin e mendjen të bashkëpunojnë. Ndërveprimi mbetet i thjeshtë, por kjo tregon për kushtimin e përditshëm që kjo shoqat, e vetmja në vend, u ofron falas këtë shërbim kësaj kategorie që shpesh ngec në hije të sistemit. Sistemi publik shëndetësor nuk ka kaluar pa mangësi për këto kategori, por rrugtimin nuk e kanë bërë më të lehtë as për shoqatat. Ende sot ballafaqohemi me mungesë të një sistemi të qëndrueshëm sa i përket shërbimeve terapeutike dhe psikosociale, do thotë shërbimet për personat me sindromin Down ofrohen vetëm brenda shoqatës Down Syndrom Kosova dhe mund të ofrohen qoftë edhe me ndonjë institucion tjetër privat apo ndonjë organizatë tjetër. Kur ndihma financiare varet nga projektet që shkojnë e vijnë, shërbimet jetike për kategori të kësaj natyre bëhen të pasigurta. Por rrjedhoi, Down Syndrom Kosova shpesh mbetet e vetmja dritë për qindra familje në përpjekje që të mbijetojë për fëmijët e tyre. Ne bashkëpunimin e kemi ende në formatin e projekt propozimet. Nuk është krijuar një sistem që mbështetja të ofrohet konform numrit të anëtarëve që ka një organizatë. Do të thotë për fat keq në thirrjet e fundit që kanë qenë të hapura nga institucionet publike, ne si shoqat me 5 qendra regionale marrim fondin e njëjtë sa një shoqat që funksionon vetëm me një qendër. Dhe kjo për neve është demotivuese. Sfidë mbetet edhe stigmatizmi për socializmin në qendra e në shoqëri të këtyre fëmijëve, për çka drejtoresha e shoqatës dërgon një mesazh. Është shumë e rëndësishme periudha e zhvillimit e intervenimit të hershëm. Dhe prindrit duhet ta kenë këtë parasysh që sa më herët që të kërkohet mbështetje për fëmijën, sa më herët që të jetë prindi më i mirë i informuar, gjasat janë shumë të mëdha që fëmiu të ketë suksese shumë të mëdha. Shoqata ka edhe 4 qendra të tjera, me mbi 300 përfitues të drejt për drejt të shërbimeve e mbi 1000 antar.